Se vinë këto visar, ose çka i shkakton një gjendje që një fëmijë, një adoleshent këtë rast, me që po fokusohemi tek kjo moshë, ti përjetoj ose ti kaloj. A ka një humbje vetbesimi, a ka një traumë? Në të vërtetë, çështja e traumës është shumë e rëndësishme që do ta doja me elaboru, mirë po fillimisht neurobiologjia e saktë që e shkakton ankthin, ne nuk e dim. Mirë po ne kemi shumë hipoteza të cilat janë relativisht mirë shpjeguese të fenomenit. Për shembull, ankthi për nga specifika ka të bëjë me një përvojë të keq interpretuar. Dhe si rrjedhoj e asaj përvoje, fëmiu ka krijuar një skemë kognitive të bindjeve në trurin e tij dhe tash pa vetëdijshëm që kjo skemë patjetër duhet të realizohet ose do të ndodhë. Dhe si rrjedhoj, ajo është vazhdimisht në pritje të saj, duke mos e ditur se çka saktësisht do të ndodhë. Për shembull, nëse një fëmijë të vogël, prindit janë vonuar një ditë me shku me marrë në kopsht, ka shumë mundësi që me ndodhë ankthi i separacionit sepse s'do të ndohet më nga prindi, nga frika se do të vije prindi me marrë. Një të riu nëse çohet me bisedu përpara të tjerëve dhe të gjithë qeshin për një arsye tjetër, ai do të fillojë me besu që do ta personalizojë se mendon që e ka me të. Do thotë dhe si rrjedhoj, menjëherë mekanizmat të cilat janë të destinuara për të na mbrojtur aktivizohen duke na shkëputur nga situata që i provokojnë këto reagime dhe si rrjedhoj ankthi shfaqet. Nëse ne eventualisht kemi qenë në një situatë ku kemi dashur të bimë në kontakt me prindrit, nuk kemi arritur, nuk kemi lajmëruar, ka ndodhur diçka që neve na ka prolonguar në stres për me kuptu, krijohet një bazë e papashme për të zhvilluar një ankth të përgjithësuar, që do të thotë janë situatat sociale patjetër, po ekziston edhe pragu biologjik që ndryshe na i referohemi sikur rezilienca, që ajo pastaj e shkakton faktorin e shfaqjes së ankthit. Atencia të ankthit deri në atë pikën kur ti je vetëdijshëm që s'ka bazë, që s'ka me ndodhë sen, po kur të vjen çaj momenti ti prapë s'e përballon. E kjo është e vërtetë. Gjatë kohës kur na fillojmë të punojmë me fëmijët, adoleshentët, ne mundohemi që të testojmë, na i thojmë, validitetin e mendimeve të tyre, besueshmërinë se sa ata po ju besojnë atyre se çfarë po mendojnë. Dhe ata thotë që unë e di që kjo nuk ka me ndodhë, po mu simptomat po më vijnë. Atëherë çka është problemi? Problemi ka të bëjë me atë që na i quajmë asociacionet. Truri joni ka ndërtuar lidhje të caktuara. Për shembull, në një ditë të caktuar që pas ka qenë e martë, pas ka ndodhur një situatë që fëmijët i ka ngjallë një ndjenjë shumë të pakëndshme që i ka provokuar një ankth. Tash në orët të caktuara, në ditët të caktuara, pa vetëdijshëm na fillojmë dhe i ripërjetojmë karakteristika, që do të thotë ekziston një stimul. Për ne është shumë e rëndësishme që ta bëjmë fëmijën të vetëdijshëm për stimulin, e jo për ngjarjen që fëmiu e di se çka ka ndodhur, në mënyrë që fëmiu pastaj të mësojë ti përdori ato për ta qetësuar veten. Tash kur ndodh ky proces, tash i kjo futet në fazën e trajtimit të çrregullimit, atëherë kur fëmiu vetëdijesohet, na e thojmë e ndihmojmë fëmijën që të kuptojë somatizimin e tij. Somatizimi do të thotë kur ndjesitë fizike i bashkëngjiten rrethanës dhe në ato rrethana fëmiu mëson me i menaxhu ato. Tash, ankthet për dallim nga depresioni, në kuptimin e trajtimit janë komplet të kundërtat. Domethënë, dhe kjo është çështja më e rëndësishme që të dimë se çka duhet të bëhet. Ankthet janë nga ato vështirësi në të cilat na duhet me i rikonstruktu bindjet e fëmijët ose edhe të rriturit. Dhe kjo bëhet përmes asaj që ne e themi terapia e ekspozimit. Mendimet që prindi s'ka më ardhur kur, mu ka më ndodh diçka, gjana do shkojnë shumë keq, ne i grupojmë ose i kategorizojmë si mendimet e katastrofizuara. Tash, ne e vëjmë fëmijën ose adoleshentin në situatë që ai të ripërjetoj ato duke mos e marrë fundin që ai është duke e pritur. Ashtu. Që do të thotë nëse prindi vonohet 10 minuta, si ndodh atij nuk i ndodh asgjë dhe pastaj ai do të vijë. Dhe me këtë rast na i porosisim qoftë në këtë rast prindrit që ata të vonohen. Ose për shembull në situata ku ne kemi ndjesinë që do të përjetojmë një sulm paniku, gradualisht na ekspozohem situatat ku presim na ndodh sulmi paniku dhe në mënyrë të moderuar edhe e menaxhojmë rastin, mirë po edhe e ndihmojmë rikonstruktimin e bindjeve. Dhe kur mendimet e katastrofizuara brenda 28 ditëve radhazi sprovohen dhe nuk realizohet ajo çka është pritur, ndodh rikonstruktimi i bindjes dhe i njohjes. Dhe mund të lirohemi nga ankthi një herë për gjithmonë. Që do të thotë, është një proces i cili është mirë i menduar, është i dizajnuar krahas rezultateve nga testet, por ne kemi shumë të rëndësishme që t'i ndjekim protokollet. Protokollet na thonë gjithmonë që duhet të menjanohet faktori fiziologjik,
Për shembull, na kemi një çrregullim që është i njohur me emrin çrregullimi obsesivo-kompulsiv. Edhe kjo është në kuadër të çrregullimit të ankthit. Kur fëmijët i pastrojnë duart në vazhdimsi, mendojnë që ambienti është i kontaminuar, nuk dojnë me prek gjana, pastaj zhvillojnë rituale, i numërojnë rhapat rrugës kur të ecin. Kjo mund të ndodhë, padyshim që kjo është një problem që ne e trajtojmë. Mirë, po përpara kur prindi na paraqet neve dhe thotë fëmiu po e ka këtë shqetësim, e kemi vrejtë edhe na se ata vetë nuk kanë dëshirë shumë ta flasin. Ne gjithmonë i kërkojmë prindit që ta referojë fëmijën për një përshkrim tek pediatri për të bërë një strishë të hundës dhe të fytit, sepse prezenca e një bakteri të Staphylococcus dhe Streptococcus, edhe nëse nuk është i infektuar, por izolohet në strishën bakteriale, atëherë kjo na tregon që ajo është duke afektuar sistemin e rregullimit. Aq ndikim ka? Aq ndikim të madh ka. Do thotë se na zakonisht e trajtojmë kuptimin e kësaj bajame të gjëra të tjera, po edhe në kuptimin psikologjik kjo më të vërtetë jep një problematikë kaq të madhe, saqë është e mundur që fëmiu trajtohet me medikamente përkatëse, po nuk bien simptomat si pasojë këtij bakterie që e mirëmbat. Prandaj nëse prindërit vrejnë që fëmiu në vazhdimsi ka këto shqetësime që lidhen me pastërtinë, është na i thënë veset. Atëherë duhet të bëhet kjo analizë në mënyrë që me e hulumtu mos është ky problemi, sepse me një antibiotik zhduket problemi psikologjik. Që do të thotë është e vërtet. Çështja tjetër është, duke u mbështetur në protokolle, tani globalisht jemi duke u ballafaquar me një rritje shumë të shpejtë të fëmijëve. Adoleshenca po e merr një havë më të shpejtë dhe si duket po fillon më herët se ç'kemi hyrë përpara. Origjina e kësaj ndryshimi mbetet hipotezë, mirë po është e menduar që ushqimet të cilat janë duke u furnizuar me hormone shtesë tek mishi i lopës, si pulave të tjera, derivatet e produkteve të tyre janë duke ndikuar në shëndetin e tyre që ata të formsohen para kohës. Tash kur fëmiu paraqet ankth dhe nuk kemi një bazë, domethënë nuk kemi një histori që ka shkaktuar problemin, atëherë prindi referohet bashkë me fëmijën për bërë një analizë e cila ka të bëjë me pasqyrën hormonale. Na kemi vrejtur që tek disa raste fëmijët të cilët kanë pasur ankth, por nuk ka pasur një faktor, që na i thonë faktori precipitues, që e mirëmban problemin gjallë, atëherë ka qenë ndryshimi hormonal i fëmijës. Konkretisht janë hormonet T3, T4 dhe TSH-ja që mund të jenë përgjegjëse për situatën. Do thotë edhe pediatri, edhe endokrinologu, edhe neuropediatri, edhe psikiatri i fëmijëve, jemi profile të cilat bashkë punojmë ngusht për m'ia dalë me kalu qatë krizë, ta themi. Ashtu. Tashti prindi thotë po kur me e pru. Atëherë këtu ka një gjë që na duhet me ditë. Fëmiu mund të jetë një ditë i shqetësuar. Ndodh një rrethane e caktuar dhe fëmiu reagon shqetësimin. Mund të jetë rrethana e dytë apo rrethana e tretë. Kur ne vrim që një javë konsekutive, do të thotë për çdo ditë, për një javë, fëmiu i ka këto shqetësime, atëherë është koha e referimit. Do thotë nuk presim më gjatë, sepse tani vetëm i kemi karakteristikat për të cilat na duhet të punojmë, deri në një javë kemi një tolerancë